Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkrimin e datës 30, data 30 mars 2026. Si ditë e hënë, një ditë të mbarë, javë të mbarë ju uroj. Dhe ka përqenë e mbarë sepse lidhet shumë me takime, bisedime. 30 mars kemi një aktivitet planetar që do thot afërdita kalon në shenjën e vet, në shtëpinë e vet, në Dem. Kjo do thot mundësi, dhe kjo shenjë sundon e mbërson marrëdhëniet tona, duke na dhënë stabilizim të madh dhe favorizon si në jetën e dashurisë ashtu dhe në çështjet e financave. Marrëdhëniet kryesore, ndikimi pozitive dhe shumë pozitivitet që do të kenë janë shenjat e tokës dhe shenjat e ujit. Kemi në shenjat e tokës Demi, Virgjëresha, Bricjapi, kjo dhe gjithashtu dhe pozitive ka të bëjnë Gaforja, Akrepi, Peshqit. Ka një mundësi shumë të mirë, pozitive në atë që ka bëjnë. Por, para se të fillojmë parashkrimin e 12 zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashkrimit të detajuar, atë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja ros shkon atje. Atje ndodh sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve dëshironi dhe gjithçka juve doni. Duke zgjedhur paketën tuaj, numri përkatës të blerjes, jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Dhe gjithashtu, jo vetëm kaq, por kemi dhe ndikime të tjera nëse juve doni diçka më tepër në fushën e parashikimeve private gjithashtu, por në WhatsApp, në Viber, kudo ndodheni juve, neve mund të flasim në privat. Por gjithashtu, edhe në email, kur dërgoni emailin tek sekretaria, por gjithashtu dhe juve në pyetje përgjigje që kemi këtë butonin këtu, e klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani pa humbur kohë. Fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, duket se kjo periudhë është një periudhë ku lidhet shumë me ekonominë, lidhet shumë me standardet dhe financat. Kjo është një mundësi shumë e mirë, pozitiviteti dhe çështjet aktuale që keni. Në lidhje me takimet e punës, lidhje me vendimet që merren në kohën e dur, është një moment mjaft i mirë dhe kurioze nga herë çështjet kurioze që shtyjnë disi biznesin, karrierën, ndryshime, komunikime, mundësi të arta po, është edhe një mundësi mjaft e mirë në lidhje me disa takime dhe disa bisedime. Bisedimet dihet se nuk e diskutoj forcimin dhe çështjet që keni bënë për kushtimi ekonomik, financiar, biznesi dhe karriera. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Bricjap dhe me Virgjëresh duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Dem të dashur, nga njëra anë keni mundësinë dhe kohën e duhur për sa përket zgjidhjeve dhe problematikave të ndryshme. Është një mundësi shumë e mirë tani për sa përket karrierës, sepse çështjet aktuale që kanë bëjnë me ekonominë, kanë bëjnë me stabilizimin, siç është Dem ujor, Dem luan. Dem luan sidomos është koha juaj. Është ajo që është perfektja në momentin tuaj në zgjidhjen e problemit që vë keni. Por gjithashtu edhe me akrep të ditëshit parë është koha më pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo do thotë shenja e binjakëve. Meqense binjakët luajnë një rol shumë të rëndësishëm në ekonomi dhe në stabilizimin e saj, por gjithsesi kjo periudhë është periudha ku gjërat do të ndikojnë, do të ndryshojnë në lidhje me takime pune, në lidhje me disa vendime shumë të rëndësishme, sepse kemi të bëjmë edhe me disa ndryshime shumë të mëdha në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe të vazhdimësisë, por gjithsesi kjo është një periudhë mjaft perfekte sepse lidhet shumë edhe me ndikimin e madh, ku gjithmonë është një mundësi mjaft e mirë për sa përket punës aktuale, për sa përket një diçka shumë të madhe, sepse ka të bëjë edhe me ndikimin e hënës, sepse hëna lidhet shumë me anën e biznesit të karrierës, duket se ka të bëjë shumë në Virgjëresh, por trekëndshë që lidhet shumë edhe me ujorin ka diçka shumë pozitive. Lidhjet afatgjat do të thotë janë me peshore. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë Gaforja. Për sa përket Gafores, çfarë ndodh me Gaforen? Gaforja thotë që kjo periudhë është periudha e mënyrës dhe mundësive të arta që ka të bëjnë tani e tutje. Është një moment mjaft i mirë stabilizues në ekonomi, stabilizues në ndryshimet e mëdha që vijnë tani e tutje,
por mos u shqetësoni në lidhje me një takim që do të thotë çështje të rëndësishme, do të thotë një nga mundësitë më të arta që keni në lidhje me karrierën tuaj, por juve përgatiteni në këtë periudhë, është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive, sepse kjo ditë është një ditë që juve rezervon fati në lidhje me ekonominë, në lidhje me gjëra të mëdha që do të ndikojnë, sepse dita e hënë u jep mundësi dhe javë të mbarë miqtë e mi të dashur që juve keni të bëni me javë shumë e rëndësishme kjo për stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave të mëdha që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me peshk të ditës së parë, me ujor të ditës së tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Me luanët tani në këtë periudhë kemi disa gjëra që do të ndryshojnë në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit. Në fushën e biznesit lidhet shumë kjo sepse ka diçka shumë të madhe që do t'ju ofrojnë si dëshirën e punës ose të karrierave që lidhet me shumë me takimin tuaj, por një moment mjaft i artë sepse do thot luan peshk ose luan bricjap ka indikim shumë mirë, por mundësia juaj është ajo çka ju bën të ndihni superior në lidhje me ndryshimet të mëdha, në lidhje me takimet që do të keni tani etutje. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në anën tuaj sepse keni një ndikim shumë të mirë në këtë drejtim. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot Virgjëresha. Për sa përket Virgjëreshave, Virgjëresha do duket se tani në këtë periudhë është një moment mjaft i mirë stabilizues, një moment që vërtet ka të bëjnë me ekonomi, ka të bëjnë me ndryshime të mëdha që vijnë tani etutje dhe ky është momenti juaj, është koha që përcakton një të ardhmë të afër, përcakton mundësinë që juve keni edhe dashurinë e munguar në anën tjetër, por gjithsesi kjo është periudha juaj dhe momenti më i mirë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem dhe me Akrep duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e peshores. Për sa përket peshoreve, meqense peshorët tani në këtë periudhë duket në një farë mënyrë periudha e artë. Por peshorët në këtë ditë hanë, një ditë të mbarë dhe javë të mbarë ju uroj, ka për që nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim, për një mijë arsye që e keni, dhe një periudhë ku gjërat vinë dhe gradualisht është një mundësi, një kohë që përcakton dhe vepron në anën ekonomike financiare, në lidhje me biznesin dhe karrierën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me binjak, me ujor të ditës së tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot Akrepi. Për akrepët, fakt akrepat kanë kohën e duhur për zgjidhje të problematikave. Edhe pse kjo periudhë është pak ndryshe nga periudhat e tjera, sepse kjo fillim javë vërtet është futur me këmbë të mbarë, do të thoshon, për të shumtit mbi 80% të shenjës së akrepëve. Kanë momentin e tyre në zhvillimet, në ndryshimet që ta do të kenë tani atutje, edhe pse me pak vështirësi, këta janë kalimtare, por në çështjet e tjera që kanë bëjnë është pozitiviteti dhe mundësia e artë që keni në ekonomi. Në çështjet e dashurisë duket se me binjak, me peshk është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, shigjetarët duket se tani në këtë periudhë është një periudhë shumë e mirë, pozitive dhe argëtuese nga njëra anë, sepse kjo fillim javë të mbarë ju uroj juve të shigjetarëve, ka për qenë për shumë arsye sepse fundi i muajit, fundi i mbylljes të problemeve dhe i sakrificave që vë keni, por vjen momenti tani i vazhdimësisë, i korrektësisë, i periudhave që ndodhin gjërat dhe koha e artë në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashje të ditës së parë, me ujor të ditës së tretë që është perfektja, por gjithashtu edhe me peshk të ditës së dytë, është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm. Lidhjet afatgjat që janë me gafore dhe me ujor të ditës së tretë, edhe pse keni bisedime, mund t'i zgjidhni tani atutje. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot bricjapi. Bricjapi të dashur, kjo periudhë tani për tani, juve ju lidh shumë me ekonominë dhe me ndryshimin e madh që keni tani atutje. Meqense një nga mundësitë më të mira ose periudha më e fortë që keni tani, e zgjidhni edhe si problem, por edhe si çështje në financa. Në financa sidomos është periudha më e mirë e mundshme sepse çdo gjë që zgjidhni, çdo gjë që i arrini qëllimit, është koha juaj. Është momenti më fantastik që ndonjëherë. Sepse kjo periudhë është e juaja,
momenti I duhur në stabilizimin ekonomik. Biznese, karrierë, udhëtime, po, sepse e fillon në javën me pluse dhe jo minuse, është një kohë shumë më mirë dhe kjo do të ndikojë në anën tuaj dhe në pozitivitetin tuaj, sepse është momenti I duhur në kohën e duhur. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luan të 10 ditë parë, me dem të 10 ditë që është perfektja, por gjithashtu, edhe pse me pak vëmendje dhe kujdes, do t'ja dilni për shumë arsye. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, bashkim familjar që vjen në Europë, është me Virgjëresh dhe me Akrep të 10 ditë të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Për ujorët, në fakt mund të flas shumë për ditën e sotme, është një fillim javë mjaft e mirë dhe tepër pozitive, sepse keni të bëni me ekonominë, keni të bëni me ndryshimin tuaj dhe ekonominë tuaj, por mos mu shqetësoni sepse çdo gjë shkon mbar, çdo gjë arrihet në fal suksesit tuaj, fal mundësive që juve keni nga njëra anë dhe periudha kur ndodhin fenomene në anën tjetër, juve jeni edhe keni në dorë vetë. Sepse kjo mundësi, kjo periudhë është e juaja. Është ndryshimi dhe ndikimi, është vendimi dhe mundësia e artë që keni në anën tjetër. Çdo gjë është jo vetëm se është e rregullt nga puna, por edhe nga ana e karrierës që keni tani tutje. Një nga mundësitë që doni t'i zgjidhni, sidomos në fushën e biznesit, edhe pse juve jeni pak në dilemë, sepse nuk janë realizuar punën siç doni juve, arsyen tuaj, por vjen momenti, unë do thosha këtë tjetrën, që sado që të tretë të flasni, sado që pozitiviteti ose mundësitë që kanë të bëjnë tani, është koha më ideale e që ndonjëherë në zhvillime dhe në ndryshime të tjera. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me anën ekonomike, në lidhje me disa takime, është koha dhe gjëra të mëdha që do të keni tani tutje, në pozitivitetin tuaj, në kohën tuaj, në momentin tuaj, është një periudhë shumë e mirë. Dhe lidhjet afatgjat që do thotë ka të bëjnë me peshorët e 10 ditë të parë, ka të bëjnë me binjakët e 10 ditë që është perfektja, por një vëmendje do të bëni me gafore. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket peshqeve, peshqit duket se tani në këtë periudhë kanë dy mundësi të arta, ato të ekonomisë dhe rritjen detyrë. Kjo e fundit, rritjen detyrë, po, kjo fillim javë ju gjen me ndikime shumë pozitive, afatgjat për kohën, afatgjat për gjërat që do të bëni, dhe është një periudhë shumë pozitive. Madje bini pas sepse të fituar dilni jo të humbur. Momenti dhe koha, periudha kur gjërat janë shumë pozitive, është një moment shumë I mirë dhe tepër perfekt dhe praktik në punën tuaj, sepse dini shumë mirë çfarë bëni, dini shumë mirë ku shkoni, dhe kjo është pozitiviteti që juve keni dhe momenti që juve do të keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë peshk Virgjëresh, peshk gafore, peshk britsjap është idealja. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite, kaq të rëndësishme të datës 30 mars 2026. Si ditë e hënë, javë të mbarë, ditë të mbarë ju uroj. Po para se të ndajmë bashkë, unë nuk kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për bashkimet detajuara, astrologu.al. Duke bler paketën tuaj tek ajo fotoja që shikoni atje, e klikoni atë foton, lidhje me pagesën dhe pastaj shkoni tek sekretaria dhe atje mund të vendosni emailin tuaj dhe gjërat që doni të dini, flasim bashkë në Viber, WhatsApp apo Skype. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejtpërtëtet me juve, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe çdo të mërkurë në orën 20:00 jeni gati të dërgoni mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Nga unë një rropulla, ju uroj një ditë të mbarë, javë të mbarë në çdo aspekti të suaj. Gjithë mirat.